skandalos. Kryetari i bashkisë të Fusharzit ka hapur një rrugë për komunitetin ku janë prerë disa pemë, nuk e di numrin e tyre. Ka bërë burg për prerje pemësh. Jo se të presësh pemë nuk është krim, por pa ju lodhur me detaje, rasti është turp. Ka dhe raste të tjera që nuk kanë lidhje me korrupsion fare as gjikundi dhe që hynë te këto raste. Dhe nuk po duhet i komentoj. Ka dhe raste të tjera që lidhen me pabarazin tender. Pabarazia në tender është një vepër tjetër. Nuk është korrupsion. Është tjetër. Është vepër pa tjetër që parashikohet si një vepër penale, nuk diskutohet. Por e përmbledhur, çfarë duhet them? Duhet them këtë, që a është e mundur që ky vendi më i korruptuar në botë, dhe ky vendi ku korrupsioni sipas tenxhereve ka arritur kulmin, sepse ushqehet kjo tezë nga mëngjesi deri në darkë, me të gjitha të gjysmë vërtetat e mundshme. Çfarë do të thotë mesazhe? Mund të ma thoni çfarë do të thotë mesazhe? Që kur mesazhet janë prova. Që kur mesazhet janë prova. Dhe që kur mesazhet janë ushqim për mediat. Dhe që kur bi bazë mesazhesh bëhen gjyqe, si në kohën e gjuetive të shtrigave që ngrihej tura druve, se ky i tha atij ashtu dhe ai i tha atij tjetrit ashtu, që kur. Patjetër që mesazhet dhe çdo gjë tjetër që lidhet me kush tha çfarë tha janë pjesë e një procesi, nuk diskutohet, nuk përjashtoj unë këtë. Por parafytyroni vetëm kaq. Ç'a ndodh dhe sa përgjegjësi ka secili nga pjesëmarrësit në këto gjyqe dhe shtrigave kur dikush dali i pafajshëm. Po çai duhet më pafajësia atij njeriu kur i është shkatruar totalisht jeta dhe familja. Për çfarë? Kush ja kthen atij njeriu mbrapsh jetën? Prandaj drejtësia demokratike ka vendosur kufi. Prandaj në drejtësinë demokratike nuk lejohen shumë nga ato gjëra që ndodhin këtu. Dhe unë nuk fajsoj mediat për këtë. Por ata që ju ushqejnë me këtë helm. Si mundet që ky vend të jetë ky dhe në të njëjtën kohë Sigma, e cila bën analiza faktuale, nuk merret me mesazhe. Se në Shqipëri bëhen mira prokurime. Mira. Në Shqipëri bëhen mira ndërveprime, miliona ndërveprime. Në fund të ditës 37 raste për 12 vjetë ndërveprime. Ku thash hyn lloj rastesh janë një numër i arsyeshëm
krejt i arsyeshëm për të goditur fenomenet. Ndërkohë që deri tani kemi një numër të dënuarish shumë të ulët në raport me rastet. Kemi procese shumë të zvarritura dhe kemi në ndërkohë edhe Strasburgun që ka evidentuar gjëra shumë të rënda kur dikush ka vajtur atje mbasi ka kaluar këtë kalvar. Kështu që jo çdo gjë që mendohet edhe nga dëshira e mirë për të luftuar me këto fenomene, për të luftuar korrupsionin, shkon në atë drejtim. Përkundrazi. Kjo është e vërteta. S'ka të vërteta tjera. Është e vërteta e drejtësisë demokratike. Nuk mundet dot të bëhet Shqipëria si në kohën e pleniumit të katërt. Kap edhe përplas njerëz nga i murët e tjetri, çorodit dynjan me llafe, jo se thuhet shu, thuhet ashtu, do dali ky, do dali. Çfarë do të thonë kjo? Kryeministër, për shkak se SPAK-u është duke hetuar zyrtar të lartë si në Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, ashtu dhe tek Akshi. E gjithë opozita është bërë bashkë dhe ju kërkon dorëheqjen, qeveri teknike ose zgjedhje të parakoshme, apo do të ketë një qeveri të re nga ana juaj. Cila nga këto do të ndodhë në janarin e 2026-s? Tani më fal një sekond se nuk u kuptuam. Kjo është pyetje që e bën opozita apo është pyetje që e bëni ju për interesin e publikut? Se nuk besoj se publiku e shtron fare këtë pyetje, ndërkohë që ajo që po bëjmë sot është konferenca e fund vitit dhe ky vit është viti më i suksesshëm i Shqipërisë. Dhe këtë sukses nuk e solli koha. Këtë sukses e solli kjo qeveri, kjo forcë qeverisë, kjo shumicë. Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave për antarësim Bashkimin Evropian. Shqipëria është vendi ku këtë vit që po mbyllim, u mblodh tërë Europa politike, demokratike në shehin Skënderbej. Erdhën në një vend të korruptuar, mendoni ju? Jo. Jo. Por nuk morën opinionin e 700 tenxhereve politike dhe mediatike kur erdhën. Kjo po, kjo është e vërtet. Si mendoni ju? Komisioni Evropian e fal një vend që do të ishte jo ky që thon tenxheret, po do të ishte 1/10 e këtij. Kur? Asnjëherë. Dhe e kam thënë gjithmonë dhe përsëris. Nëse po ndodh sot ky proces, është merit në radhë parë e kësaj force politike. Juve i keni parë reagimet e tjerëve kur ju preket floku, se ç'a thonë. Po s'keni dëgjuar ndonjëherë nga unë, s'keni për të dëgjuar ndonjëherë, jo sharje dhe akuza. Po as fjali që shkojnë në drejtim të goditjes reputacionit dhe madje edhe të presionit dhe të kërcënimit të këtyre organeve. S'keni dëgjuar. Ky është i proces i pashmangshëm, i domosdoshëm, që ka gjithë problematikat e veta dhe kaq. Çfarë është ky mohabet do jep dorëheqje? Ne morëm 83 mandate në qershor apo e keni harruar? Ha pra, çfarë dorëheqje? Dorëheqje për çfarë? Për cilën? Dorëheqje për Akshin.
Do regje për Akshin. Akshi është një institucion krenarie për ne, që t'jemi shumë të qartë bashkë. Krenarie, jo për të ullur kokën, po për të qenë krenar. Dhe është një institucion për të qenë krenar, sepse kemi qenë këtu ne, keni qenë dhe ju, keni qenë kaq të rritur, por s'keni qenë dhe të vegjël. Kur duhet shkoni të mbani të radha për çdo lloj letre, edhe për të marrë një certifikat gjendje civile. Dhe kur ata që kishit jashtë duhet vinin këtu, se s'kishte shans të merrni një cop letër atje jashtë, se s'kishin nga e merrni. 620 miliard lek, që janë 620 milion euro, ka kursyer Akshi për shqiptarët, fal digitalizimit. Dhe këtë nuk e them unë. Ky është studim ndërkombëtar. 7600 vite pritje në radha. E di sa janë 7600 vite pritje në radhë? Janë 25.000 rrotullime rreth tokës. Parafityroni një radhë shqiptarësh që i shkon tokës 25.000 herë kështu. Këto ka bërë Akshi. Janë 33 milion euro kursime për shqiptarët jashtë vendit, të llogaritura përsëris jo nga unë, është raport ndërkombëtar. Janë 75 milion flet letret kursyera ose 378 kamion me letër. Falat i Akshit, 3.4 milion shqiptar janë përdorus të rregullt të platformës i Albania. Dhe vetëm në 2025 janë 17 milion shërbime të ofruara, 12 milion dokumente elektronike të gjeneruara, mesatarisht 1.45 milion shërbime në muaj. Njerëz që klikojnë, marrin shërbimin dhe mbarojnë punë, pa takuar njeri, pa bërë njeri patje. Dikur jepnin lek për të marrë një certifikat, por dihet, e keq që harrohet e mira s'ka fund.